Siç e tregojnë edhe filmimet, bëhet fjalë për një rrugë me qarkullim të dëndur automjetesh, por nuk mungojnë as banorët e zonës që lëvizin me biçikleta ose në këmbë. Është një segment jo më gjatë se 30 metër në nënkalimin Hekurudhor Stom Golem, i lënë prej shumë vitesh të degradojë me gropa, saqë dëmtohen edhe automjetet. Golemit e kësaj zonë çdo komplet, po e shihni vetë këtë punë. Shumë rrugë të degraduara. Ja na ka shkatërrojmë makinat. Vetëm rrugën. S'do na asgjë tjetër, vetëm rrugën. Shkatërru me makinat tona. Kjo rrugë lidh në një distancë fare të shkurtër, thuajse pjesë ndërmuese të fshatrave të njësisë administrative rrethina, kryesisht Dobrazh, Golem, Hotiri, Bardha e të tjerë. Edhe pse do të përdoret përkohësisht pasi me rindërtimin e linjës hekurudhore Shkodër-Hani Hoti do të mbyllet, rëndësia që ka për banorët e zonës e bën të domosdoshme riparimin e saj, të paktën deri në fillimin e punimeve për Hekurudhën.